Parlamenti miratoi marrëveshjen me SBA-n për marrjen e juaje direkte në kuadër të programit të financimit ushtarak për blerje armatimesh të avancuara, nënshkruar mes Ministrisë së Financave dhe Agjencisë Amerikane për Bashkëpunimin në Sigurinë e Mbrojtjes. Por për blerjen e armatimeve e pajisjeve ushtarake, qeveria shqiptare ka nënshkruar edhe 2 kontrata të tjera mes kompanisë shtetërore Kajo të Ministrisë së Mbrojtjes dhe 2 izraelitëve kontravers, Ron Jefet e Michael Federman, miq e klient të kryeministrit Edi Rama. Një nga kontratat për blerje armatimesh e pajisjesh luftarake e ushtarake është ajo me kompaninë Elbit Systems Ltd, në pronësi të izraelitit 83 vjeçar, Mikael Ilian Joel Federman, me filialin e saj Elbit Systems Dega Shqipëri, regjistruar më 12 maj 2026 në qendrën kombëtare të biznesit. Kontrata po mbahet sekret, por sipas informacionit që ka siguruar pamfleti nga burime brenda Ministrisë së Financave, rezulton se vlera e saj është 400 milion euro, financim nga buxheti i shtetit shqiptar me afat pagese për 15 vite. Në muajin korrik 2025, qeveria shqiptare nënshkroi marrëveshjen me kompaninë private izraelite Elbit Systems Ltd, duke përdorur si mask qeverinë izraelite, firmosur nga ish-ministri i Mbrojtjes Piro Vengu dhe ministri i Mbrojtjes i Izraelit Israel Katz. Marrëveshja u pranua publikisht nga ish-ministri Piro Vengu më 26 janar 2026 dhe u servir si bashkëpunim normal mes 2 qeverive Shqipëri-Izrael në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Por rezultoi se nuk është një marrëveshje mes 2 qeverive, por një biznes sekret me vlerë 400 milion euro, që qeveria shqiptare do ta paguajë për blerje armatimesh e pajisjesh, mes tyre murtaja e dron nga kompania izraelite Elbit Systems Ltd, për të cilat kompania izraelite do t'i sigurojë vetë fondet nga bankat, ndërsa Shqipëria i ka garantuar pagesën e kredisë me 9.4% interes. Edi Rama urdhëroi firmosjen e kontratës, megjithse 2 muaj përpara negocimit, kompania Elbit Systems u pezullua nga Agjencia e Prokurimit e NATO-s për shkak korrupsioni, falsifikimesh, rishfetesh e veprime të sanksionueshme në kontrata armatimesh, publikuar me dokumente nga media holandeze Follow the Money dhe gazetat belge Le Soir e Knak. Por Edi Rama ka futur në biznesin e armëve dhe pajisjeve ushtarake me skem monopol edhe mikun izraelit Ron Jefet, duke krijuar shoqërinë Kajo në vartësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Më 4 gusht 2025, shoqëria Kajo e Ministrisë së Mbrojtjes dhe kompania Timak e izraelitit Ron Jefet krijuan shoqërinë Timak Defense, në të cilën Ron Jefet ka 80% të aksioneve. Kjo shoqëri e përbashkët shtet privat ka si objekt biznesin në industrinë ushtarake dhe shit blerje të armatimeve e pajisjeve luftarake nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, me financim kontratash në vlerë 300 milion euro. Por afati i aktivitetit nuk është përcaktuar. Gjithashtu izraeliti Michael Ilian Joel Federman i kompanisë Elbit Systems Ltd, përveç kontratës 400 milion euro për armët, ka marrë koncesionin e shkollës së aviacionit në Vlorë. Izraeliti tjetër Ron Jefet, përveç monopolit të armatimeve me vlerë 300 milion euro, ka marrë koncesionin e rezervave shtetërore të karburanteve për 20 vite, me vlerë fitimi 75 milion euro, ndërsa më 18 qershor 2026 krijoi kompaninë Timak Aviation në Shqipëri.